Mbi 50 hektar tokë me ullishte, vreshta, sera diellor dhe pemtari janë përfshirë nga flakët në fshatin Kolaç të Mallakastrës. Ky është bilanci paraprak i dëmeve të shkaktuara nga zjarri i 2 ditëve më parë, i cili për pak kohë rrezikoi seriozisht edhe banesat e fshatit. Zjarri ka nisur rreth orës 14 të së shtunës në periferi të fshatit, të favorizuara nga era e fortë. Flakët janë përhapur me shpejtësi duke përfshirë sipërfaqe të mëdha me ullishte, vreshta, sera dhe pemë frutore. Të alarmuar banorët kanë njoftuar menjëherë shërbimet zjarrfikse dhe policinë. Forcat në terren kanë ndërhyrë për të frenuar avancimin e flakëve, ndërsa për shkak të rrezikut janë evakuuar dhe banorët e zonës. Për banorët e Kolaçit, mbrëmja e së shtunës ka qenë një prej momenteve më të vështira që kanë përjetuar. Me lot në sy, ata tregojnë tmerrin e përjetuar teksa flakët afroheshin drejt banesave dhe shkrombonin gjithçka gjenin përpara. Banorët kërkojnë që dëmet të vlerësohen sa më shpejt, pasi për shumë prej tyre ullishtet dhe vreshtaria janë i vetmi burim të ardhurash. Ata thonë se dëmet janë të konsiderueshme dhe arrin në mijëra lek, ndërsa pasojat për ekonominë e familjeve pritet të jenë afatgjata. Sipas banorëve, zjarri dyshohet se është shkaktuar nga një shkëndijë elektrike në një shtyllë të tensionit të lartë. Shkaku i saktë i rënies së zjarrit pritet të përcaktohet nga hetimet. Tashmë pasi flakët janë shuar në Kolaç, kanë mbetur tokat e nxjera dhe 10 hektar prodhime pasuri të shkrumbuar. Banorët presin vlerësimin e dëmeve dhe mbështetje për të përballuar pasojat e zjarrit. Ku do vete unë ashe, qatë shes unë? Unë lektori s'kam se ka bunim smur, vetë jam me smur. Unë lop s'kam të shesin vit lopet jetoj. Ku do vetë ma 1 milion vit pakten? Qatë marë unë këtu? Na mori policia, u falemdejt shumë atyre, na mua, na dhanë ujë, na thanë do të qojmë spital, me ambulancë, jo sa neve. Se kemi më mirë këtu të shtëpia se kishte freskollekën që këtu të shtëpia afër shtëpisë. Se shkoj flaka në Gërshis, nuk priti gjera sekondash. 30 rënë që janë 30 vjeçar, dua vlerësimi të jetoj se janë pensioniste me 100.000 leka dhe qa do bëj unë tani jetutje. Se meja 3-4 milion nga ullint, nga vajt. Ku do vete unë ashi? Me 100.000 lek, burri është i paralizuar, si që pat vetë me 2 shkopinj, a i me 100.000 lek i laqe, unë marë 30.000 lek i laqe, vetëm ku do vemi me na 100.000 lek pensioneve? Ku do ve, kush do në ndihmojnë? Te ullin të kishim shpresën. 30 vjetë, i kemi bleri, kemi punuari, kemi rrugullua, tani humbi jeta komplet. Të ngrem duar lartë, se tjetër s'ka. Qa të bëjme? Ku do vemi? Kujt i kërkojnë përveç se shtetit. Në lajmëruan që razja, gjithon në lajmëruan. Unë gritëm, dalim këtu, ishte ati, për 3 minuta apo 2 minuta që jam erdi këtu. Qatë themi në, s'kemi qatë themi. Unë ndihem të rrezikuar? Unë ndihem të rrezikuar sa vetëm ai Zot lartë, vetëm aty i kemi thirrur. Unë dhe ke kam zjarrin prak derës. Erdhi policia e u morën. Na erdhi policia në nxori po. Na morën ja, na çon aty ku do vinë, u hap gjithandej në 4 anë. S'kishte çfarë bënin edhe ata, çfarë bënin. Edhe ata ishin të rrezikuar, edhe infermierët, edhe fëmijë, edhe mall, edhe të gjithë. Qa të bëjmë? Ishte fati jonë kjo po. Tash i po në ndihmuat edhe juve nëpërmjet këtyre kamerave u falenderojmë jashtë masë që vini edhe e dëgjoni zërin ten. Unë kam një hall tjetër se kam mbeturinat aty dhe po digjen akoma. Vjen zjarrfikse, hedh ujë, ato ndizen prap. Tani po bjena një skrep, mirë do ishte. Me lopatat as mundën, nuk shpoj vendi. Rrizu dhe rreth orë 2 qerek 2:10. Sa era këtu fillimisht, pastaj u hap, doli plakë parë këtë shtëpi para. Pastaj u hap poshtë, dhe mori poshtë. Çdo gjë u shkatrua për 2 orë. 2 orë gjevaj. Dhe shumë e thatë, shumë ashtu. U vjen. Ar. Pemtari që ka qenë, ardhi janë dhe u. Që su tremën, kishë fëmijë të vegjël. Në shtëpi. Ata e i morën si larashin në përtym. I ka fëmija në përtym, masaj keni parë në video. Të rrezikuar. Ju rrezikua jeta? Të gjithëve. Këtu nuk du kush gjafare. Sa u afrua zjarrit e banesat? Ja. Mos ka zjarr fikse atu, ikëm tërme. Ikëm. 300 balla me barku, lop brenda.
Duru këtu. Do që bje kuter. Me drek, në urën për ngrëmë. Do që bje kuter. Tesoni lartë. 100%. Tesoni lartë. Juve çfarë ju është djegur aktualisht? Më është djegur 50 rajulli. 30 vjeçar. Pasaj të tjerë, e dhive dhe aksion që shberë, duke të. Ka njësur nga tensioni lartë. Tensioni lartë është atje, e lartë gati 1 kilometër i këtu. Filloj të dilte tym, ora ishte 2 pa qerek. Ikën dritat, unë do la jashtë, qa kanë dritat. Edhe atje, kur pash tymin, me një qerekore herdi që atje e këtu, se e frinde dhe ere fort. Edhe pasaj vazhdoj radhë. Tymi e doli u doqë. U afrua zjarit e shtëpit? Të shtëpit jo, 100 metra po, nuk u afrua. Legje këtu më te, 30 metro, 20 metro. Ja shikoje, 20 metro. U friksuat? Tymë rana që u fiksuam në mori polician, në nëzori. Ati e lartë, a qoj lartë, ati ishtë më keqë në këtu. Këtu është më mizës, i të ashu e era frinde ndeja.